Claire Seagrin dhe Kel Hunter janë një çift nga Skocia që kanë qenë bashkë për vite me radhë. Claire kishte marrë një pushim 1 vjeçar nga shkolla e mjekësisë dhe gjatë kësaj kohe të dy vendosën të bënin një hap të madh në jetë. Duke ardhur nga mjediset të klasës së mesme, ata nuk kishin shumë para shtesë. Kështu, ata filluan të mendonin për mënyra për të fituar pak më shumë. Pas hedhjes së disa ideve, ata ranë dakord për një që u duk emocionuese dhe e mundur. Do të blinin një shtëpi të vjetër, do ta rregullonin dhe do ta shisnin me fitim. Dukej si një plan i qëndrueshëm, por gjërat nuk shkuan pikërisht ashtu siç i kishin imagjinuar, dhe kthesa duhet t'u ndryshonte plotësisht jetën. Siç u përmend më parë, çifti jetonte në Skoci, megjithëse nuk ishin vendas. Ata po kërkonin të blinin pronë diku në veri. Gjatë kërkimit të tyre, ata hasën në një apartament në Glasgow që ishin vërtet të interesuar. Ai ishte dëmtuar nga një zjarr disa vite më parë, gjë që do të thoshte se kishte nevojë për riparime, por kjo ishte pjesë e planit gjithsesi. Kel shkoi në ankand duke u ndjerë mjaft i sigurt. Vendi ishte plot me ofertues, por Kel u hodh dhe vendosi një ofertë prej $30,000. Ishte një shumë serioze parash, por ai ishte i sigurt se kishte një shans të mirë. Ajo që nuk e kuptoi megjithatë ishte se ai kishte ofertuar aksidentalisht për pronën e gabuar. Dhe akoma më tronditëse, ai në të vërtet fitoi. Ishte vetëm disa minuta pas vendosjes së ofertës fituese që Kel kuptoi gabimin e tij. Ai shpejt shkoi tek zyrat në ankant për të shpjeguar se çfarë kishte ndodhur. Ai nuk kishte ndërmend të ofertonte për atë shtëpi fare. Vendi që sapo kishte bler rezultoi të ishte një pronë 120 vjeçare në Dunon, Skoci. Sipas Claire, shtëpia ishte ndërtuar fillimisht në vitin 1900 dhe kishte shumë sharm dhe histori. Ajo thjesht kishte diçka të veçantë, tha ajo. Ajo tha se do të ishte gabim ta rënonin dhe të fillonin nga e para, kështu morëm vendimin e madh për të provuar ta shpëtonim atë. Ajo ishte qartazi emocionuar. Çifti tashmë e dinte se çdo shtëpi e vjetër do të kishte nevojë për shumë punë, kështu që ata ishin të përgatitur për një projekt të vështirë, por ata kishin shpresuar se shtëpia që kishin ndërmend të blinin do të ishte pak më e lehtë për t'u menaxhuar. Në vend të kësaj, ata përfunduan me një rezidencë të vjetër të rënuar, jo pikërisht ajo që kishin në mendje. Megjithatë, kishte diçka për të që i tërhiqte. Ndjehej sikur kishte një histori për të treguar, dhe ata mezim prisnin ta shndronin në diçka të bukur. Çmimi që paguan ishte i ulët për një shtëpi të asaj madhësie, kështu që në një farë mënyre u ndjej si një fat i mirë. Por ata ishin gati të zbulonin se kishte shumë më tepër tek kjo rezidencë se sa mendonin fillimisht. Ishte vetëm pasi e pan shtëpinë personalisht që kupton vërtet se sa shumë punë kishte nevojë. Duke qëndruar para saj, ata vonë re diçka alarmante. I gjithë vendi po fundosej ngadalë në tokë. Pjesë të çatisë mungonin dhe këshilli lokal e kishte shënuar zyrtarisht si të rrezikshme. Claire më vonë ndau se shtëpia ishte në një gjendje të pjeshme, kollapsi ishte e paqëndrueshme. Kishte vrima të mëdha në çati dhe more. Druri po kalbej dhe toka poshtë ishte e zhytur. Ta quash të rënuar nuk u afrohej asaj. Edhe me gjithë këtë, ata ende ndiheshin me shpresë. Claire shpjegoi. Po, ne thjesht u dashuruam me shtëpinë dhe mjedisin e saj të bukur në një fshat pikërisht pranë një rrugë skocez. Ishte vërtet një aksident i lumtur. Nëse mund ta marrim përsipër këtë, mund të marrim përsipër çdo gjë. Do të duhet shumë më tepër se një vit. Por mendoni për gjithçka që do të mësojmë gjatë rrugës. Miqtë dhe familja nuk ishin aq të sigurt megjithatë. Shumë prej tyre thanë se rezidenca ishte e pabanueshme dhe nuk i kursyen opinionet e tyre. Por Claire dhe Kel nuk e lan asnjë nga këto të lëkunte vendimin e tyre. Shikimi i murave të plasaritura dhe dhoma të shkatruara i bëri ata të pauzonin, por thellë brenda tyre ata besonin se vendi kishte potencial. Ata mund të shihnin shtëpinë të bëjë diçka e veçantë. Tani ata gjithashtu kuptonin se rinovimi do të merrte shumë kohë. Kjo do të thoshte të prisnin më gjatë për ta shitur, por ata gjithashtu besonin se pasi të përfundonte, do të vlente shumë më tepër. Pastaj erdhi një tjetër e vërtetë e vështirë. Kostoja e rregullimit të saj do të ishte shumë më e lartë se sa mendonin fillimisht. Ata duhej të merrnin një vendim të madh. Renovimi i shtëpisë do të gëlltiste pothuajse gjithçka që kishin, por ata vazhdonin të kujtonin veten se sa e vlefshme mund të ishte në fund.
Për ta bërë të funksiononte, ata duhej të shkurtonin shpenzimet shpejt, duke filluar me vendimin ku jetonin. Kështu ata vendosën të merrin me qira një rulot të vogël dhe ta parkonin në oborin e shtëpisë. Aty do të jetonin për të gjithë kohëzgjatjen e projektit. Vlen të përmendet se rulota nuk ishte pikërisht e rehatshme. As një energji elektrike, as një ujë i rrjedhshëm, madje as hidraulik bas. Megjithatë, ata bën më të mirën. Edhe pa komoditetin e zakonshëm, ata ishin të kënaqur. Claire dhe Kel e pan atë si një shans për të shtuar pak aventurë në jetën e tyre. Dhe ajo dëshuri për të bërë gjëra të vështira së bashku ishte një nga gjërat që i bëri ata një ekip kaq të fortë. Claire, e cila është nga Kanadaja, dhe Kel, i cili është fillimisht nga Anglia, u takuan për herë të parë gjatë një sezoni skish në Alpet franceze dhe ata u lidhen menjëherë. Në fund të atij sezoni ata e dinin se donin të kalonin më shumë kohë së bashku, që atëherë ata kanë udhëtuar në të gjithë Kanadan dhe Evropën, gjithmonë duke ndjekur aventurën. Por nga të gjitha udhëtimet që kanë bërë, ky restaurim i rezidencës është deri tani më i madhi. Megjithatë, ata ndiheshin të sigurt se mund ta bënin veçanërisht me mbështetje nga miqt, familja dhe numrin e rritje i njerëzve që i brohorisnin në internet. Ata filluan të ndajnë përparimin e tyre të përditshëm në një blog dhe në të gjitha faqet e tyre të mediave sociale në emrin "Çfarë kemi bërë tani", duke i dhënë të gjithëve një vështrim se si duke jeta prapaskenave. Deri në këtë ditë ata vazhdojnë të postojnë përditshmëri dhe fotografi të punës dhe jetës së tyre në rezidencë. Ata gjithashtu e bëjnë një pikë për të festuar edhe fitoret më të vogla si rregullimi i një dere ose përfundimi i një muri vetëm për të mbajtur motivimin në vazhdim. Gjërat ishin padyshim duke lëvizur me ngadalë, nga sa shpresonin, por në vend që ta linin t'i rrezonte, ata u përqendruan në shijimin e procesit. Një nga pikat e tyre më të forta ka qenë njerëzit rreth tyre. Miqt dhe familja u shfaqen në mënyra të mëdha për t'i mbështetur, veçanërisht kur parat u shtrënguan. Meqense se punësimi i kontraktorëve me kohë të plotë nuk ishte një opsion, atyre ju desh të mbështesnin të tjerët për të ndihmuar aty ku mundeshin. Dhe ndërsa ata ishin të vendosur, u bë e qartë mjaft shpejt se kjo nuk do të ishte një udhëtim i qetë. Nuk kalonte asnjë ditë pa u shfaqur ndonjë lloj sfide. Për shembull, furgoni i tyre ngeci në rrugën me bart, kështu që ata duhej të gërmonin të gjithë për ta rregulluar, vetëm për të gërmuar përsëri më vonë, ndërsa kërkonin një tub furnizimi me ujë. Dhe ju deshën plot 5 muaj vetëm për të gjetur kabllon kryesore elektrike për shtëpinë. Claire shpjegoi: "Na është dashur kaq kohë për të gjetur kabllon që na duhet për të lidhur shtëpinë me rrjetin. Dhe pikërisht pasi shtruam një rrugë për të ndaluar ngecjet e furgonit, na u desh të gërmonim përsëri për të gjetur tubin e ujit. Këto lloj problemesh u bën pothuajse rutinë, dhe në të vërtetë lufta e tyre sapo kishte filluar. Vetëm një vështrim i shpejt në brendësi të shtëpisë ishte i mjaftueshëm për t'u thënë atyre një gjë të madhe. E gjithë çatia duhej të zëvendësohej. Pjesa më e madhe e saj tashmë po shpërbëhej. Ata filluan të kontrollonin çmimet për një çati të re, por ajo që nuk e kuptuan menjëherë ishte se një çati e fortë nuk do të kishte shumë rëndësi nëse muret poshtë nuk ishin mjaft të fortë për ta mbajtur atë. Kështu, para se të mund të mendonin edhe për të vendosur një çati të re, do të duhej të riparonin muret. Shtëpia ka nevojë patjetër për një çati të re, shpjegoi Claire, por një inxhinier civil na tha se muret ndoshta nuk mund të mbështesnin ende, kështu që tani duhet të rregullojmë muret së pari dhe të rrezikojmë që shiu të vi përmes çatisë së thyrë dhe t'i dëmtoj ato përsëri. Është si ky një mister i madh i pamundur. Fatmirësisht, shumë nga ndjekësit e tyre në internet u përgjigjen për të ndihmuar. Disa ofruan ndihmë fizike, ndërsa të tjerët ndanë këshilla dhe sugjerime të dobishme. Disa madje ndihmuan ata të gjenin materiale. Meqense Claire dhe Kel donin të mbanin rinovimin miqësor ndaj mjedisit, ata vlerësuan njerëzit që i drejtuan në vendet që shisnin materiale ndërtimi të dorës së dytë ose të shpëtuara. Ishin gjëra të vogla si kjo që e bën procesin të ndihej më i menaxhueshëm. Një nga sfidat e tyre të hershme ishte sasia masive e mbeturinave të grumbulluara në të gjithë shtëpinë. Mobilje të thyera, pajisje të vjetra, ishin kudo. Për fat të mirë, ata kishin sjell kamionin e tyre, kështu që ata ngarkuan gjithçka që mundën dhe bën disa udhëtime në deponinë më të afërt. Pasi më në fund e lidhen energjinë, ata
e kthyen vëmendjen tek dyshemet. Shumë nga dërasat e dyshemes ishin aq të kalbura, sa t'i linin siç ishin do të kishte qenë rrezikshme. Claire mori drejtimin për t'i nxjerrë ato. E armatosur me një çekiç të madh, ajo filloi të nxirrte dërasat e vjetra duke i thyer ato cop-cop. Pastaj ishte skela e cila nuk ishte as ajo në gjendje të mirë dhe duhej kontrolluar. Por kishte një pjesë të shtëpisë që të dy e donin vërtet, dritarja e madhe e gjerë në katin e sipërm. Ajo kishte një pamje të bukur dhe shumë sharm. Megjithatë, kur e inspektuan nga afër, ata gjetën të çarra dhe virima në të gjithë pjesët e jashtme të saj. Në fillim ata fajsuan mënyrën se si shtëpia kishte filluar të fundosej, por nuk kaloi shumë kohë para se të kuptonin se diçka tjetër po ndodhte. Ata ishin pikërisht në pikën e tyre të thyerjes kur zbuluan se trarët e çatisë në të vërtetë po e shtynin dritaren jashtë vendit. Ai moment solli një tjetër mësim të rëndësishëm, llojin që nuk mendon kur je i zënë në jetën e qytetit. Ajo e kujtoi atyre të ngadalsonin dhe të ktheshin te bazat, pa pajisje moderne si lavatriçe ose pajisje të tjera elektronike, dhe duke jetuar nga një rulot, atyre ju desh të gjenin zgjidhje tjetër. Kështu ata vendosën të shkonin plotësisht natyrale dhe t'i bënin gjërat të funksiononin në mënyrën e vjetër. Claire kishte një ide të thjeshtë për të zgjuar përlarjen e rrobave. Në vend që të bënte udhëtimin e gjatë në qytet për të përdorur një lavanderi, ajo shkoi poshtë në një përrua aty pranë dhe për të larë rrobat e tyre me dorë. Më pas, ajo i varta ato për t'u tharë midis dy pemëve. Të jetuarit në një rulot padyshim erdhi me sfidat e veta, por kjo nuk do të thoshte se nuk ishte e këndshme. Sigurisht, nuk ishte aq komode ose e përshtatshme sa një shtëpi, por u dha atyre një lloj lirie që nuk e kishin përjetuar kur më parë. Kur mbriti vera, Claire dhe Kel donin të shijonin çdo copë të saj. Në vend që të pyesnin fqinjet për ndihmë, ata vendosën të ndërtonin kuzhinën e tyre të vogël në natyrë. Ata montuan një sopë, bën disa dollape dhe madje shtuan një kosh. Dhe çuditërisht, e gjithë kjo funksionoi shkëlqyeshëm. Jo, nuk ishte e zbukuruar ose high-tech, por ishte shumë më e rëndësishme se ajo që kishin më parë dhe u dha atyre një ndjenje të vërtet pavarësie. Lënia e rulotës e parkuar përpara nuk ishte një opsion i mirë. Ajo ishte pikërisht në rrugë, gjë që do të thoshte se sa herë që një makinë ose kamion kalonte, e gjithë rulota do të dridhej. Nëse njëra prej tyre godiste, gjithçka që kishin mund të shkatërrohej, përveç kësaj zhurmë e trafikut e bënte të vështirë të flinin natën. Kështu ata vendosën të pastronin një shtek përgjatë anës së rezidencës dhe të zhvendosnin rulotën në një vend më të sigurt dhe më të qetë. Pas pak përpjekjesh, ata arritën ta tërhiqin atë në shtëpinë e saj të re. Dhe sinqerisht, doli të ishte një lëvizje e shkëlqyer. Në mëngjes, në vend të zhurmës së makinave dhe kamionëve, ata zgjoheshin me cicërimat e zogjve dhe tingullin e butë të gjetheve që lëviznin në fllak. Pa marrë parasysh, sa të vështira bëheshin gjërat, ata mbetën të përkushtuar ndaj ëndrrës së tyre të rinovimit. Nga pastrimi i dhomave të mbushura me rjeta marimangash deri te fjetja në një rulot të vogël, asgjë në këtë udhëtim nuk ishte e lehtë, por ata nuk po hiqnin dorë. Prona kishte qëndruar bosh për afro 20 vjet. Gjatë asaj kohe, ajo ishte bërë shtëpi për më shumë se vetëm pluhur dhe kalbëzim. Një grup korbësh ishte vendosur në rezidencën e vjetër. Ata kishin fole aty për vite me radhë. Claire nuk donte t'i lëndonte ose të shkatronte shtëpinë e tyre, por ata duhej t'i largonin për të vazhduar me punën. Kështu ata gjetën një zgjidhje të butë. Ata provuan mënyra të ndryshme për të inkurajuar zogjt të largoheshin, duke përfshirë ndërtimin e një dordoleci të bërë vetë. Me kalimin e kohës ata bën shumë përparim, por u bë e qartë se nuk mund të bënin gjithçka vetëm. Renovimi ishte thjesht shumë i madh për 2 persona. Ata e dinin saktësisht se kush mund të ndihmonte miqtë e tyre në Mbretërinë e Bashkuar. Kështu ata u drejtuan dhe pyetën nëse dikush ishte i gatshëm të jepte një dorë. Sigurisht, ofrimi për të vendosur miq në një hotel nuk ishte realiste, ishte shumë e shtrejtë dhe rulota e tyre e vogël nuk ishte vend për të shtrydhur askënd tjetër. Me zgjedhje të kufizuara, ata gjetën një plan miqësor me buxhetin. Ata do të ndërtonin një hapësirë të vogël që miqtë e tyre të qëndronin në oborin e shtëpisë. Ishte e thjeshtë. Ata blenin një tent të madhe dhe ngritën atë me shtretër dhe disa komoditete shtëpiake për ta bërë atë të ndihej mikpritëse.
Ndërkohë rinovimi vazhdoi, edhe pse gjithçka që kishin bërë tashmë ata ishin vetëm rreth gjysmës së rrugës drejt qëllimit të tyre. Restaurimi i një rezidence nuk është një detyrë e vogël dhe kërkon kohë. Pra, si vazhduan ata pa u djegur? Ata bën një listë dhe u angazhuan në kryerjen e të paktës një detyre në ditë. Ai përparimi qëndrueshëm i mbajti ata në lëvizje përpara dhe shtëpia ngadalë po merrte një jetë të re. Ata kanë arritur kaq larg përmes punës së vështirë, sakrificave dhe një vendosshmërie të madhe. Si me parat, ashtu dhe me kohën e tyre personale. Dhe gjithë kjo filloi me atë që dukej si një gabim i thjeshtë, por duke parë prapa tani, a ishte vërtet një gabim? Apo ishte fillimi i diçkaje që ata ishin gjithmonë të destinuar të bënin?